Berisha akuzoi mazhorancën për ndërhyrje në drejtësi dhe bllokim të hetimeve ndaj zyrtarëve të lartë, duke deklaruar se SPAK de facto nuk ekziston më. Por për te akuzave ndaj institucioneve, vëmendja u zhvendos edhe tek debatet brenda Partisë Demokratike. Sali Berisha akuzoi mazhorancën për bllokim të hetimeve për zyrtarët e lartë shtetëror. Në një konferencë për shtyp, kryetari i PD-s u shpreh se kjo ndërhyrje në çështjet e drejtësisë praktikisht po pamundson funksionimin e SPAK. Natyrisht, SKAP-i ka një numër, 20 prokuror, 80 BK-ista, midis tyre sigurisht ka njerëz që bëjnë ligjin, besnik të ligjit, po ka pastaj kriminal më të këqij se çdo kriminal tjetër, që komunikojnë me Edi Ramën, që dekonspirojnë çdo hetim. Pjesë të përgjegjësisë Berisha bëri dhe kryetarin e gjykatës së lartë. Tani hyn në fuqi vendimi Famzi Sadushi, vendimi i cili nuk lejon më arrestimin pa vendim përfundimtar të bosëve të karteleve të drogës dhe antarëve të organizatës kriminale të kryesuar nga Edi Rama të qeverisë shqiptare. Kjo është situata, mbeten vetëm shqiptarët të thonë fjalën e tyre, të marrin dorë fatin e tyre, protesta. Situata brenda partisë mori vëmendjen e Berishës kur u pyet nga gazetarët për qëndrimin e deputetëve për përjashtimin e Ervin Salianit. Argumentin se Partia Demokratike nuk e ka luksin të humbë askënd. Kush? Deputetja Jorida Tabaku është shprehur kundër vendimit për përjashtimin e Ervin Salianit. Ajo s'pari një herë deputetja ka shprehur mendimin e vet. Dhe kjo është një gjë krejt normale. Së dyti, nuk është përjashtuar, është vetë përjashtuar. Është vetë përjashtuar. Vetë përjashtimi është kur ti shkel në mënyrë flagrante ato që ka thot statuti i partisë tënde. Kjo është e vërteta. Për fjalët e Berishës reagoi edhe vetë Ervin Saliani, i cili u shpreh se në mungesë të garës, shpiken romane me vetë përjashtime. Presidenti amerikan Donald Trump ka thumbuar Iranin duke pohuar